Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu shpreh sot se pasuritë e përfituara nga veprimtaria kriminale nuk do të gëzohen dhe nuk do të trashëgohen, por do të kthehen në shërbim të interesit publik. Në një mesazh në rrjetet sociale, Koçiu vuri në dukje se para e prona që burojnë nga droga, mashtrimi apo forma të tjera të kriminalitetit nuk janë më simbol fuqie apo privilegji, por do të rikthehen aty ku u përkasin, tek fëmijët, familjet, komunitetet në nevojë dhe viktimat e dhunës. Ka momente kur drejtësia nuk është vetëm ligj, por edhe përgjegjësi ndaj njerëzve dhe komuniteteve tona. Sot dua të ndaj një mesazh të qartë dhe të pakthyeshëm. Askush nuk do të gëzojë, aq më pak do të trashëgojë pasurinë e përfituar në rrugë kriminale. Paratë e prona që burojnë nga droga, mashtrimi apo çdo veprimtari tjetër kriminale nuk janë më simbol fuqie apo privilegji. Ato kthehen aty ku u përkasin, tek fëmijët, tek familjet që kanë vuajtur më shumë pasojat e krimit, tek komunitetet në nevojë, tek viktimat e dhunës, në shërbim të interesit publik. Prova konkrete është thirrja që hapim sot, një mundësi e dedikuar për organizatat jo fitimprurse që duan të shndrojnë pasurinë e konfiskuar të krimit në projekte me impakt real shoqëror. Kemi vënë në dispozicion një fond prej 15 milion lekësh, i krijuar jo nga paratë e buxhetit të shtetit, por nga pasuritë e konfiskuara të krimit që rikthehen në dobi të shoqërisë. Aplikimet do të pranohen deri në datën 9 mars. Të gjitha informacionet mbi kriteret, dokumentacionin dhe procedurën e aplikimit do t'i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, si dhe në faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dua të ftoj të gjithë organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë dhe do bëhen pjesë e një përpjekjeje të përbashkët ku pasuritë e krimit shndrohen në shpresë dhe mbështetje. Aplikimi është i hapur për organizata jo fitimprurëse të regjistruara në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë në objektin e veprimtarisë së tyre një ose më shumë nga këto fusha. Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 9 mars 2026.